Mirdita të gjithëve. Lind Bordi i Paqes, organizata e re për paqen në botë, mes shteteve edhe Shqipëria. Ndiqeni me kujdes sepse doa të diskutojmë për ato që nuk mund të thuhen publikisht për të kuptuar se në çfarë situate gjendet bota sot. Përpara se të filloj dita, përpara kafes dhe përpara se të fillojmë punën, doja që ta diskutonim së bashku. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Atëre, Donald Trump ka krijuar një organizatë të re, organizata për paqen, Bordi i Paqes, dhe mes tyre ka disa shtete, si për shembull Turqia, Shqipëria, Hungaria, etj, Bullgaria dhe edhe Italia. Tani çfarë po ndodh, sepse në disa shtete të tjera nuk ekzistojnë, për shembull evropiane nuk ekzistojnë në këtë, ndonse unë jam i bindur që u ka bërë kërkesë të gjithëve në mbar botën, e pa diskutuar, por këto janë disa nga shtete, sepse është edhe Qipro, edhe disa vendet në Gaza etj. Tani ajo që nuk mund të thuhet publikisht, ai e bëri gjoja për Gazën, pra për paqen në Gaza, por do ta shikoni me kujdes që do ta bëj për të gjithë botën. Ndonse dikujt i duket paradoksale, sepse ndërkohë që nga ana tjetër ai po mundohet që le të themi të përvetësoj Venezuelën, Argjentinën, është edhe Argjentina në këtë, madje është edhe përveç Argjentinës ka disa vende të tjera që unë nuk dua tani të pak rëndësi ka lista, por e rëndësishme është nisma. Sepse nisma që ka bërë është një nismë që në një situatë të tillë, siç është tani situata në mbar botën, në çdo vend të botës, tregon që Trump në një farë mënyre po mundohet që të luftojë, siç e ka thënë dhe vet, atë anën tjetër të quajtur Deep State. Sepse për ata që nuk e dinë, Deep State mendohet që është një organizatë e vjetër, si mund të quhet, që punon për të gjitha këto, sepse thuhet që punon edhe për paqe, për çdo gjë, që të ketë një rregull e tjerë, por duke qenë shumë e vjetër, si organizat ka marrë përpjesëtime të mëdha individuale. Çdo të thotë kjo që secili është bërë miliarder, milioner dhe duhet kuptuar tani që nëse është bërë i tillë, do ruaj si mund të themi, ato relatat edhe problemet personale, në radhë të parë, pastaj ato shoqërore. Pra, nuk është më si dikur që ruanin të drejtat shoqërore. Dhe ky është fakti kryesor që Trump nuk mund ta thotë publikisht, thash, por mundohet që të mbledh të gjitha shtetet. Qofse V3, vet kryeministri shqiptar Edi Rama i erdhi një letër nga Donald Trump ku i kërkon që të marrë pjesë. Tani, duhet të dini që ka dhe një diçka tjetër. Në këtë bord është njësoj si NATO, parafërsisht, sepse për ata që nuk e din, qoftë në organizatën, për shembull, e NATO-s apo dhe organizata tjera, ti je i detyruar që të ofrosh diçka. Çdo të thotë kjo. Je i detyruar që të marrësh pjesë, për shembull, me ushtar, me çdo gjë, por ti duhet që të financosh në këtë organizatë, sepse në qoftë se nuk ka financime, si do mbahet organizata. Pra, e njëjta gjë ndodh edhe me këtë organizatën e re që ka krijuar Trump. Çdo të thotë kjo. Duhet të ofrosh diçka, në qoftë se ti je një nga le të themi nga pjesëtarët e këtij grupi, ti duhet se s'bën të ofrosh diçka. Tani me sa e kuptova unë, me të ardhurë financiare, Shqipëria nuk mund të marrë pjesë sepse ka probleme të mëdha financiare. Por diçka tjetër do ta bëj. Për shembull, në qoftë se një shtet, për shembull si Italia, pse e ka marrë gjë e parë doja të thoshja, pse e ka marrë Melonin në telefon dhe i ka dërguar letrën Trumpi. Pikërisht pra sepse ajo nuk mori pjesë në dërgimin e trupave në Groenlandia. Dhe Trumpi këtë e di shumë mirë, relatat që ka bërë me Italin, ai çfarë bëri tani për ta tërhequr Italin, ai bëri këtë kërkesë, okay? Dhe Meloni padyshim do të marrë pjesë. Tani, secili shtet duhet të ofrojë një buxhet. Shtetet e mëdha padyshim do ofrojnë
500 milion, 1 miliard apo ku ta di unë, sepse duhet për të krijuar një organizat të re, duhet se s'bën një buxhet financiar për ta mbajtur në këmbë. Po Shqipëria, çfarë do t'japi? Sepse okay, do ta them, nuk mund t'japi para, por është e detyruar që të bëj marrëveshje. Për shembull, në qoftë se do nevojitet që të shkëputen nga Gaza miliona njerëz, për shembull, apo nga vendet përreth, nga Irani apo ku ta di unë, Shqipëria është e detyruar që të firmosi një traktat ose një kontratë që të marri X njerëz, pra në territorin e saj. Ose përveç emigracionit, për sa i përket tokave. Për shembull, edhe tokat, ndoshta disa investitor të mëdhenj shkojnë për të marrë toka në malet, për shembull, ku ta di unë, në Shqipëri, dhe Trump, për shembull, me gjithë organizatën thot, okay, sa toka janë marrë X toka nga këta biznesmen. Pastaj shkojnë dhe flasin me biznesmenët, e di që duket pak komplekse për gjëni. Shkojnë e flet me biznesmen dhe i thot biznesmen, sa do investoni ju tani, sepse ju do blini toka në Shqipëri. Sa do investoni tani për organizatën? Që Shqipëria të marri pjesë dhe të vazhdoj të jetë pjesëtare e kësaj organizate. Dhe janë të detyruar edhe këta. Pra, të detyruar sepse e para njerë që do e marri me një çmim të ulët, sepse ku do dali. Dhe e dyta, do lëvroj paraja, nuk do t'i kërkoj shteti përqindje apo për një farë kohe. Këto janë aludime, nuk diskutohet, por diçka duhet që t'i jap Shqipëria organizatës, pra kësaj organizate paqeje. Kështu që situata në momentin tani që po flasim është vërtet delikate, sepse kemi rendin e ri botëror të vjetrin, kemi deep state-in, kemi rendin e ri që është bërë në vitin 2023-2024 nga ana e Rusis, Kinës e tjerë. Tani doli organizata re këtu, ka organizata të tjera që janë shumë të forta, thuhet që ka edhe një organizat ajo masonike e famshme fare që thuhet që gjoja edhe ata janë të fort. Merrini me mend tani se në çfarë situate gjendet planeti. Pra, nëse e keni kuptuar, nuk po bëhet një luftë me armë, po bëhet një luftë për sovranitet, për pushtet, sepse kjo organizat e re u heq pushtetin disave. Pa dyshim, ja u heq pushtetin, nëse kanë qenë të vjetër në këto organizata, pra këto shtete, këto vende, si për shembull Turqia. Turqia që merr pjesë tani, ma merr mendja, sepse është bërë kërkesa, më duket se ka pranuar Erdogani me Trumpin, pikërisht ku do bëj pjesë dhe Shqipëria. Ndoshta Turqia, duke qenë po thuaj asnjanse, ka qenë gjithmonë nga ana e Rusisë, sepse ka relata të forta me Rusin, ka marrëdhënie edhe jo vetëm diplomatike, por edhe ekonomike, dhe mendohet që është pjesë e rendit të ri rus me Kinën e tjerë, Turqia, por është vëzhguese, pra është në backstage. Dhe kështu që në këtë periudhë që po flasim, unë jam i gëzuar nga një rand. Pse e them këtë jam i gëzuar? Sepse një organizat e tillë u heq forcën disa organizatave ekzistuese të mëdha, dhe duke shpresuar me të vërtet që sepse ky është intent, si mund të quhet, mendimi është që të bëhet një organizat për paqen vërtet, për paqen në botë. Jam i bindur për këtë që e bën për këtë ai, por shpresojmë që me kalimin e kohës të mblidhen edhe të mbledhin edhe të tjera kombe që të ketë mundësi vërtet bota kundrejt problemeve financiare, problemeve ekonomike, apo problemeve ushtarake, apo problemeve të tokave që po has tani në këtë periudhë. Pra, shpresojmë që këto mos të ekzistojnë me kalimin e kohës, por të ketë vërtet paqe, sepse luftrat nuk shkojnë asgjikundi. Vrasin vetëm njerëzit, ne lindim këtu pa asgjë dhe ikim pa asgjë. Është e kotë që dikush thotë që po shtetet marrin, kush i merr? Për shembull, nëse vriten mes njëri tjetrit, kush i merr? Vriten për të marrë një tokë, për shembull një shtet, meqense e bëri ai. Përse e bëri? E bëri për politikisht, sepse të bëhet i famshëm. Po pastaj, ja u bë i famshëm. Po pastaj.
këtë që nuk e kuptojnë shumë njerëz. Nuk ka, ne këtu kemi qenë dhe këtu mbetemi. S'kemi, nuk, me një fjalë, energetikisht po flas, por për sa i përket fizikut, ne jetojmë atë pak jetë që jetojmë, 80 vjet. Kështu që ata që kanë kaluar nuk kanë marrë asgjë, ne që po jetojmë nuk do marrim asgjë në fund fare, dhe këto luftrat janë në fund fare pa asnjë sens. Për mendimin tim, megjithatë unë do dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni për të gjithë këtë që folëm dhe për këtë pjesëmarrjen e Shqipërisë pra në bordin e paqes të organizatës së re botërore që po përgatit Trump. Pres komentet tuaja. Ditë mbar.